vdekja është mëshirë, po pash Allahun. Atë ka shku najher ndërmend se vdekja, ajo që shumica e njerëzve e kanë frikë të merë. Në të vërtet, është një prej shfaqjeve më të thella të mëshirës së Zotit. Kur ta kujtosh vdekjen, vdekja përmirëson kualitetin e jetës. Se jeta pa vdekje kish me u bo barë, e pa durushme për njeriun. Mendo pak këtu. Si kur Zoti me e caktu që njerëzit me jetu nga 1000 vite. E askush mos me vdek gjatë asaj kohe. A ki mendu këto? A kisht mjaftu ushqimi, uji, ajri, bimt, kafsht për 50 miliardë njerëz, e ndoshta edhe më shumë. A kish pas vend në tokë për krejt? Leja anash ushqimin, oksigjenin, veç pyet e vetën. Ku kishim me ishti krejt ata njerëz? Ku kishin me jetu krejt ata njerëz? Tash mendo edhe pak më afër. Imagjino ti, kur të kthehesh në shtëpi, pas një dite të lodhshme, e aty në shtëpi i gjen 50 pleq, gjyshat, stërgjyshat, e krejt parë tu, 1000 vjet. Gjallë prej mira vjetve, për cilët ti duhesh me u kujdes. Për cilët ti duhesh me i ushqy. Për cilët me u dhon, me pi, e me ja u lecu dhimbjet vetmin që kanë mbledh ndër shekuj. Si kishe mujt me i kry gjitha ato detyra. A kishe pas ma kohë e fuqi për fëmijët e tu, për gruan, për veten tënde, për me marr frym, e me kalimin e viteve, edhe ti vet kishe me u bo si ta, i lodhën, i rand, me trup të plakun, e shpirt ngarkum, me kujtime që s'mbarojnë kur. Bota kishte me u kthy në një shtëpi gjigante të pleqve, ku çdo ditë kish qenë e njëjta lodhje, e njëjta dhimbje, e njëjta pritje pafund. Mu atëherë e kupton, vdekja nuk është ndëshkim, por është mëshirë. Rahmet prej Allahut. Vdekja është një derë që Zoti e hap për me çliru shpirtin prej mundimit, për me çu drejt paqes së përjetshme, inshallah xhenetit. Prandaj, i lavdrum qoft Allahu, sepse mëshira e tij në gjanat që ne urrejmë vërtet është mëshirë. Shpesh është më e madhe se mëshira e tij në gjanat që ne i duam. Vdekja na mërzit, por ta kujtojmë se ajo është mëshirë. Kur flasim për vdekjen, kur kujtojmë vdekjen, ne përmirësojmë kualitetin e jetesës.